Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takojmë në një tjetër epizod të emisionit Pasion e Profesion. Jeni bashkë me mua Ariana Berishën si gjithmonë, e ne si çdo herë tjetër do kemi receta të ndryshme dhe shumë të veçanta, të cilat do të përgatiten këtu në studion e Pasion e Profesion. Unë dua të falenderoj si gjithmonë Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion, por gjithashtu ju ftoj të ndiqni një storje nga shef Andi. Si çfarë ushqimi ka përgatitur ai, e ndjekim bashkë dhe kthehemi menjëherë këtu në studio për diçka tjetër. Sot kemi vendosur të bëni tagliat vici. Se da përbëjmë ka biftek, rucola, domatina, parmezan, edhe salca cila krijohet për mishit të ta trashim këto dhe hedhim përsipër. S'mori pjeki mishit. Ndoqëm së bashku edhe recetin e përgatitur nga shef Andi, e tash është koha që të ndjekim udhëtimin ton në Zvicër. Kemi qenë në Gjenevë pra, do udhtojmë bashk në për atë kulinarin zvicrane, do ndjekim më shumë specialitete të ndryshme, çfarë kemi par atje dhe kë e kemi intervistuar, ju ftoj të na ndiqni sepse vetëm pas pak do rikthehemi këtu në studio dhe do shohim se çfarë do përgatisin shef Niko dhe shef Gjorgje. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion, jeni bashkë me mua Arianën dhe edhe kësaj here jemi në Zvicër. Jemi në qytetin e vjetër të Gjenevës, ku ky qytet pra është një nga qytetet më të rëndësishme të Zvicrës, ku është e njohur për diplomacinë ndërkombëtare, gjithashtu edhe për ekonominë e lartë, por edhe për kulturën e pasur. Gjithashtu njihet si ndër vendet më të njohura për akademi dhe për universitete. Pra Gjeneva është një vend me standarde shumë të lartë, ndodhet në zonën perëndimore të Zvicrës dhe është në kufi me Francën. Flitet gjuha frënge, por gjithashtu ka dikun rreth 200.000 banor. Sot kemi me vizitu një restorant shumë të mirë këtu në Gjenevë, po nuk ju zbuloj shumë, po e lëmë që ta shohim bashkë, se çka kanë me përgatitur, çfarë ushqimi kemi me provu dhe kush e ka atë restorant, e shohim bashkë në vazhdim.
Shikues dashur, I tregova pak më herët që jemi në Gjenevë. Këtu pra po na presin dy restorante shumë të mira, cilat keni me ndjek sot një intervistë bashkë me Naser Rexhepin, cilin e kemi këtu, por do e kemi edhe javën e ardhshme një restorant tjetër. Është kënaqësi shumë e madhe me pas suksesin e shqiptarëve në vende të ndryshme të botës. Gjeneva pra, si që thash, është shumë e bukur, por ka edhe ushqime shumë të mira. Këtu është pra Naser Rexhepi, I cili do na tregojë më shumë rreth restorantit të tij, I cili e ka vërtet ushqimin fantastik, ushqimin të mrekullueshëm. Naser, faleminderit shumë që gjete kohë dhe na u bashkove këtu në këtë intervistë. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit edhe për komplimentet që na I bani. Po na jem një restoran I ri që kena hapur gati një vit. Specialitetet e tona janë kryesisht specialitetet franceze. Do me thonë kur tojnë franceze me mish edhe me peshk. Po çka ju inspiroi që me hap këtë restorant? Unë këtë restoran me inspiroi se qysh kjo ka qenë ideja imja qysh kur ja ku fillu karrierës tame. Pas pak kohë që u pas punu, ku pas qef me hap një restoran, one qysh e kam dëshirë edhe qysh muj me punu. Për atë ku punu që për me 25 vite për këtë projekt. Realisht, jo veç kompliment kështu, po është, po e them kështu sinqerisht nga zemra, që përveç ambientit kaq të bukur cilin edhe po e shihni, është ushqimi shumë I shishëm. Po si e keni bo për zgjedhjen e menys? Po shiqone, si që thash edhe me parë, unë kam në eksperiencë shumë të madhe në gjitha, muj me thonë edhe në gjitha kuzhinat e botërore. Nismin nga jo italiane, franceze, japoneze, kineze, tajlandeze. Si që edhe po më restoran tjetër edhe tash me një tjetër kuzhinë të Amerikës Latine. E ketë këto prej secilit shtetë nga pak, I kom letë gjitha këto ide edhe I kom prun këtë projektin e ri restoran. Po çka e bën restorantin tuaj më unik? Më unike, nuk do shkoj aq, po I kena dostane sukur edhe si e po që, për shembull tartar crudo e bojna para klientëve, I po edhe disa pjata sukur që I zbukurojmë, I kena edhe do tjera në meny që keni mi pa edhe më vonë, e ato e bojnë pak ma ndryshe se restoranat tjerë. Po cili ka qenë ndoshta momenti më I vështirë gjatë gjithë kësaj karriere, sepse keni edhe një restorant tjetër, po besoj që keni jep shumë mund dhe shumë përkushtim realisht me arrit deri këtu ku jeni edhe sot. Po shiqa, nuk është njerë nëse duajna me bo diçka, nuk është asgjë e lehtë. Po kur t'jemi, kur ta kena një ambicion, edhe kur mundohemi me punu në drejtim, është vështirë, por qëllimin e mrejna gjithmonë. Po, a keni ndonjë plan me zëru ende biznesin prej atij restoranti që e keni pas tash këtu, Meat and Fish? Mythic Fish. Mythic Fish. Mythic Fish. Okej, në gjuhën angleze a do të thotë Meat and Fish? Apo? Kjo është një emër që do me thonë e lidhë kuzhinën tonë, mish edhe peshk, mit mishi, fish peshko, ama në fjallën franceze, mitik është një sen që
i veçantë. Okej. Do të thotë pas keni Po, i ka shumë domethënie, një fjali ka shumë domethënie. Meat Edhe ik fish. çdo herë, për shembull kur të njihet ky emër, çdo herë i bëna pyetje çka është, çka do të thonë. E prej këtyre dy fjalive rrjedhin shumë Po shumë në Shqip, domethënie. kushdo që don me ardhë dhe me vizitu vendin, mundet edhe në Shqip me përdor. Me shpeshk. Mish dhe peshk. Me shpeshk. Po e shohim edhe kuzhinën, është një kuzhinë kështu që po vrehet prej këto, është goxha pastër, shumë pastër, po besoj që i jap një shumë përkushtim edhe kësaj pjese. Natyrisht edhe rregullat, por që edhe ju jeni, po më duket pak më detajist. Apo gaboj? Kjo është zanoti jam. Edhe me thonë për mua shumë rëndësishme, çdo njeri që e bën një zanot, do të më respektu zanotin e vet. Unë nis nga prej nga kam respekt për zanotin që kom mësu, që kom përpunu të herë tash e që e baj. Edhe për ato shkojnë në rregullat sikur që mësojnë edhe në shkollën e hotelerisë. Po. E pam, ajo ishte pjesa e restorantit, ndërsa kjo po më duket që është pjesa e barit. Apo na tregon pak më shumë pse ke vendosur edhe me nda kështu. Po shiqa dhe sikur që si ju thash për para, ëndra jemi ka qenë me pas këtë konceptin që është tash. Me një onë restoran, me një onë bar. Do me thonë për shembull, ju si klientë vini, kalonin mbrëmjen me ushqim në restoran, pastaj mundi me orë këto me pi një gotë, me ndëgju muzikë. Me u relaksu pak. Me relaksu, gjitha mi pas një jetin vend. Po, pyetën që ta bona pak ma herët, a keni mendu me u zëru, ende më shumë, mi ke pak, se ma të rëgove emrin e restorantit. Apo na tregon se, a mos keni vendosur më armë Kosovë rastisht? Momentalisht, jam i fokusum këto, e po në Kosovë kisha pas dëshirë, pse jo? Pse jo që me këtë zanotin tem, idetë e mija, pse edhe ju atja, në vendin tu, në vendin në Gavin. Nësër faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe që na kemi këprit ka që mirë. E dim që shqiptarët jemi goxha mi këpritca, po me të vërtet me pas që stashën më herët suksesin e shqiptarëve në përbot është vërtet kënaqësi e madhe dhe një krenari. Po më vjen mirë që na ka rastis kështu me u taku, me u njoft më shumë edhe me pa suksesin tënd prej nga afër. Dhe gjithashtu edhe gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion me pa një vend kaq të mirë këtu në Gjenevë, kur vini në Zvicër, mos harroni me u ndajtë Meat ik fish. Meat ik fish. Meat ik fish. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve, faleminderit për vizitën. Shumë suksese. Edhe jeni të mirë se ardhur kurdo. Faleminderit edhe një herë. Ndoqëm pra së bashku edhe udhëtimin ton në Gjenevë, e tash është koha të kuptojmë se çfarë kanë me përgatit Niko dhe Giorgio sot në këtë emision të Pasion e Profesion. Hi Niko. Hello. How was your date? Very nice. Kosovo is very nice city, I think. It's the first time that I'm coming and I like it very much. You like it very much. Yes. Do you like the people, the food? Yeah, everything until now it's very nice. It's a What pleasure. I've seen until now. What are you making today? What are you cooking Today we will make something like meatballs from our flies in gaucho, from our meat from gaucho, and we will decorate it with some fresh tomato and a bit of breadcrumbs.
Okay, so can't wait to try it. Niko prapë na tregon që Kosova po I pëlqen shumë, është hera e parë e tij në Kosovë dhe po I pëlqen shumë gjithashtu edhe njerëzit, por edhe ushqimi. Giorgio? Hello. Hi. How was your day? It was fantastic. Do you like Kosovo? I like it a lot. The Kosovo, and there's very nice things today. What do you like it more? The city. The city? A lot of places to have your coffee, to eat something. It was very nice. And the food? The food, until now, I ate just a little bit. In the evening, I will tell you more. Okay. What are you doing today? What are you cooking today? I am gonna cook one small pasta. It's coming from Italy. The name is orzo pasta, and I will make it one ragu, but not with meat, with mushrooms. Okay. And I will make one combination with this pasta and with these mushrooms, and also I will put truffle inside. Okay. This is Sounds good. I don't know how it tastes, but it sounds good. I hope so. E shikues dashur, gjithashtu Niko ka me përgatit diçka me bukën nga Premium Bakery, të cilën I ka pëlqyer shumë dhe ka thonë që duhet patjetër me bërë diçka me to. What are you making with the bread, Niko? With the bread, we will make some small, like crostinis, like small pieces of bread, like slices, and we will make them a bit in the pan to be crunchy, and we will put the meatballs on the top after. Okay, so you now should take the products there, pra tek këndi I ETC-s, kanë me I marrë Niko dhe Giorgio produktet, cilat ju nevojiten për këtë recetë. Ashtu shikues dashur, si gjithmonë ju them që vizitojeni ETC-n dhe gjeni produktet më të mira shtëpiake, por gjithashtu edhe ushqimore dhe me çmime shumë të vëlefshme. You're done. Yep. Okay. Niko I ka marrë të gjitha produktet nga ETC-ja, gjithashtu edhe Giorgio, dhe janë të gatshëm me fillu. Por para se të fillojnë, unë mezi po pres normalisht si çdo epizod tjetër me provu ushqimin në fund kur të përgatitet, por me pa edhe procedurën, por po ndohemi për një blok të shkurtër të marketingut, rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio. E shikues dashur, u rikthyem pas blokut të marketingut, e po I shoh Nikon dhe Giorgion që janë gati edhe me fillu të gjithë procesin e përgatitjes së specialiteteve të tyre që kanë me I bosat. Can you tell us more how was your first day as a cooker, as a chef? It was amazing. I was You very remember exciting. It's a lot of Before years. 25 years. It's a lot of years, but I can remember that I take the first day the knife, and I like to how to cut, how's the flavors, and how the other chefs was older than me. They created one dish, and it was very exciting for me. Really, I enjoyed it. Really nice. You Yes. can start. Yes, of course. Okay. What is the first thing that you're doing? I'm gonna cut the onion, and I will start to make my ragu. So I have to put it everything in one pan, and I have to mix it all together in slow cooking. After, I have to put it a little bit wine inside. Okay. I will put a little bit vegetable stock, and after I will finish with cream. So I will let it cook it slow down. After I will put truffle oil, and after I start to put the pasta inside and make the mixing all together. Giorgio, how do you stay creative in the kitchen? What helps you? This is my passion. If something is your passion, you can create it a lot of things. Okay. So if you make it like a hobby professional, I think you can be better and better. Nice. Yes. And in Switzerland is sorry. No, you can continue. Okay. And in Switzerland, it's a lot of kitchens that they make it a very high level. So it's something like I like it a lot, and it makes you better and better. Very nice. Thank you. Nico, you started already. Not Nico vetë se ka filluar right. me Just a bit. hudrën. Nice. So I asked Giorgio, how was the first time that you started working as a chef? Yes. You remember it? Yeah, it was a bit exhausting because it was in the islands of Greece. But it was also fascinating because you were seeing things that you'd never seen in your life, for the first time. Yes. And if you like, as Yorgo said, if you love this that you do, then it's like you get excited more and more and more with this job. And how do you stay creative in the kitchen? Creative,
always reading, always finding new recipes, always combine it to your standards after, like this a bit. Sa mirë. Sa mirë po tregojnë edhe Niko dhe Gjorgje që realisht edhe nëse ki pasion diçka normalisht që je gjithmonë kreativ, por gjithashtu edhe duke lexuar si Niko gjatë gjithë kohës dhe duke mësuar më shumë rreth ushqimit. Pra, vetë se kam filluar, you can continue. Okay. Niko, Hello. can you tell us more? Yes, what you here we do? have the minced meat Okay. from gaucho that we have from Argentina. We are putting all our ingredients inside, like garlic, onion, fresh mint, fresh thymian, egg, to be like a meatball. And after we will make some meatballs, we will put them there, and after we will decorate the plate. Okay, nice. And we will make also a cocktail sauce Okay. to put it, and some fresh tomato on the top to give us the freshness. How do you make the cocktail sauce? The cocktail sauce is mayonnaise with ketchup Okay. and a bit of cognac inside. And a bit of smoked paprika, and that's all. You just mix it, and it's a very nice cocktail sauce. Pra, shikues dashur, çfarë recete e mirë dhe shumë e shishme po besoj për gjithë ju që pak e keni qef ushqimin, pak duheni me përgatitur kështu gjithsesi me bu një darkë. Mundeni pra me bo dhe këtë recetë në shtëpitë juaja, sepse është një recetë shumë e lehtë. Ashtu edhe siç po na tregon Niko më detajisht. So We mix here you the mix minced. it, okay? So how do you handle the pressure in the kitchen? The pressure is always a pressure. The point is, don't be stressed if you can manage this. And it's after How do you manage it? to manage it, it needs a very big, how can I say, effort Okay. to manage all these people inside the kitchen and all the different, psychologies, because every day it's a different psychology for everyone. Yes. So this is but you have to stay calm and to do your job. Pra për me daj recetat e mira me menaxhu stresin, me qëndru i qetë. Kështu që shkues dashur edhe disa këshilla të vogla nga Niko që si me përgatit ma mirë, normalisht pa stres. Giorgio? Hello. So what did you do here? So, as I said, I make one ragu with mushrooms. I put it with onion and garlic together, a little bit white wine, cream inside, green pepper, and rauchen paprika. Okay. So I let it to cook all together. I will give all the flavors that I want. In the end, I put a little bit truffle oil, olive from truffle. Okay. So, and then I will mix the pasta and I will slow cooked all together. And then I will serve it to the plate. Okay. Pra shikues dashur, Gjorgjo po tregon më shumë rreth recetës së tij, por do na tregoj edhe në fund krejt se si ka shku e gjitha receta. Pra na tregon të gjithë përbërësit kryesor aty kur shkoj me provu ushqimin. What do you say to the people who want to become chef? If they love it, do it. Do it. If you don't love it, don't do it. Okay. It's not so easy job, it's very stressing. Everybody knows that. You have to make food for a lot of people, so you have to become from the heart. Otherwise, don't do it something else. Okay. Pra po e presim edhe përfundimin e recetave, ne po shkëputemi për një blok tjetër të marketingut, por qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do e provojmë ushqimin e përgatitur nga Niko dhe Gjorgjo. We start first putting the crostinis.
we are placing one by one the meatballs on the crostinis. The fresh tomato to give us a bit of freshness. A bit of fresh onion and a bit of roots of onion on the top. We drizzle with some olive oil. And a bit of smoked paprika. Rikthyem pas blokut të marketingut, e tash është koha me i provu dy receta nga Niko dhe Giorgio, sepse janë gati. E aty janë duke me prit, Artani bashkë me Naimin. Mirë se ardhët, prap. Si gjetëm? Si gjetëm. Që shkeni kalu? Shumë mirë. Mirë. është vërtet nga që madhe mi u pas zë herë këto. Ja po si të shpista. Qa thët Zvicra? Qa thët Syriu? Jo shumë. Qa ka të anej? Oftë dimen, halo. Halo. Halo, po presim e në dollë për ndjera. Edhe këtu po mdohet qarë po vini, po në bini atë kone E mirë. Zvicrës. Me energji të mirë. Energjia e mirë pa tjetër, po moti. Pak gjillë ja u kem pru. Pak. Pak gjillë ja u kem pru. Puna, si po shkon? Mirë, jemi të knaqëm. Gaucho dhe Rësli? Si janë? Mirë. Si po shkon puna atje? Du me mësu edhe gjermanisht. Pa tjetër, tu rajt me juve. Ashtu si kilon, i ki po dhe vetë. Pra, e keni pa atë ju shikus dashur çfarë restoranta të mirë kanë qenë Gaucho dhe Rësli. Se po të shikoj, mos po bëj na gabim. Dhe keni mujt me pa edhe energjinë e mirë që e kemi pas aty, gjithashtu ushqimin fantastik të cilën na kanë mundësuar Artani dhe Naimi. Po tash është koha me e provu unë ushqimin e përgatitur këtu në studio nga Niko dhe nga Giorgio. You can come here. Që kur nuk e shajtet ushqimin e juj. Gjithë mirë. Unë e di që u konë fantastik, po ju diçka naj Që kjesë kom shumë ferë me i përvu na. Naj Ushqimet e kuzhinia u tonë. Kur se laf do në shpinë e vetë, thoi një kallë shpia. Po, besoj që edhe këta i kanë dhonë shumë zërë që me i përpikta këto recepta. Niko dhe Giorgio kanë qenë vërtet fantastik. Thank you That means fantastic. Fantastic. Besoj që edhe Kanë kuptu fjallën. shikuzve t'juj me ju pëlqy, janë receta thjeshta që mundën mu përdorë edhe në familje. Për ata dhe i kemi zgjedhë që t'jenë sa ma t'leta për më bo dhe Po. në për shtëpia tona. Sa shpesh porositën këto dy lloje të ushqimeve në restorant? Po kjo është vegetarish, është po bo trend. Kjo tradicionale, këto qyftet, këto si të naviq me do përbomje pak ma ndryshe. Këto i kemi ma shumë në fillim, kur i qesim në Si paragjela. Si paragjela nuk janë ushqime kryesorën. Këto vinë sasia ma të vogla normal, vinë. Që ta këto që i kemi bu në emisionin për i sot, vinë nga se cila dhe kryohet një tërsi tani. Tani mund me marë se cili prej asaj që ka donë ma shumë. Se në me përvu gjitha që ajo është caku jonë. Si në fund mezëve të ne, i bojmë kështu. Po. Që ta besoj që mund është me përvu, se është ma letë me hongër. I përvojmë edhe në atash, masi... Unë s'pe përvoj e që s'po foli e që të regon atë, masi... Unë mas kamerës tani. Mas kamerës, e pas kem dru kësa epizode. Gjithashtu, kjo bukë që po e shini këtu, që kësë dashur, është buka nga Premium Bakery, cilën
Niko pra ta përgatit me Premium Bakery, me bukën ma të shishme. Kisha thonë më fokusu që tu. Është ja për vrenë, është me pak ma pjek në onësh, mesin e ka ashtu të butë si duhet me konë me Është rrujtë interne ka. Shumë të qishme. Vetit e vetat mishit. Ma si po thot kjo duhet me qenë diçka. Ma ndryshe. Jo, me të vërtet, zdo ushqim, zdo epizod ka qenë shumë i shishëm, gjithashtu edhe kur kemi qenë në Zvicër e kemi provu dhe ake jemi ndash shumë të kënaqur. Kështu që gjithë shikuesit që edhe i kanë pa emisionet edhe të mëhershmet, munden lirisht kur të shkoni në Zvicër, tash jemi pa viza me i vizitu, me u kënaq, me shiu ushqim vërtet shumë të shishëm. Nico and Giorgio, can you tell us more how did you prepare this? Yes, Like- I will start first. Okay. The meatballs are like minced meat. You are putting all your ingredients inside, what you have from aromatic herbs, specifically here we have thymian and mint. It has garlic inside, it has onion, it has a bit of paprika smoked, and it has also like breadcrumbs to get softened, and one egg that we are combining to get the mixture like a bit more tight. After we make it in the pan a bit, we fry it. We make the cocktail sauce, like that it's mayonnaise, ketchup, paprika smoked, and a bit of cognac inside. And after the tomato on the top is for the freshness of the plate, that gives you this freshness after in your mouth. I start to cook my pasta. I cook it dry to filter, so it is not overcooked. I give it to the other side, and then I start in another casserole, and I start cook my mushrooms with onions, garlic, all together. I mix all the flavors together, then I put a little bit white wine, a little bit vegetable stock, and after I put cream. I let it slow cooked, and in the end I put truffle oil, and I mix it together with orzo pasta. Thank you so much. Welcome. It's very delicious. The two Thank plates. you very much. Merci, thank you. Faleminderit. Faleminderit Artan dhe Naim. Të vërtet nga si e madhe. Shikues dashur, si gjithmonë, e kemi rubrikën e ëmbël nga Arta Ahmetaj, një pasqyrë e cila çdo herë, çdo epizod po na tregon deserte të ndryshme, të cilat patjetër duhet t'i provojmë nëpër shtëpi dhe t'i shijojmë ato. E ndjekim pra se çfarë po na përgatit Arta sot, çfarë deserti dhe rikthehemi përsëri bashkë këtu në studio. Përshëndetje, unë jam Arta. Së bashku do të ndajmë një recetë interesante, pra është torta mimoza, një tortë e lehtë, e cila ju pëlqen besoj të gjithëve. Pra vezët rrahen me sheqerin, derisa të bëhet një shkum. Me që vezët janë rrahur, tani e shtojmë mielin. Kuptohet jo me mikser, sepse masa bie. Mieli kryesisht përzihet në mënyrë manuale. E pjekim në 200 gradë për afro 10 minuta. Atëherë pandispanja u poq, edhe derisa të ftofet pak, ne vazhdojmë dhe e përgatisim kremin. Atëherë kremi është me pana, me që kemi produktet e dolçelës, janë ndër produktet më të mira. Dolçela nuk duhet mungoj asnjëherë. Pasi që pandispanja është pjekur, ne bëjmë formën me anën e një ene, që
na dal më e rumbullakët. Ju mundeni me bo një tortë më të madhe ose më të vogël, nuk është e rëndësishme. Dhe ja bëjmë një bordurë këtë formë në mënyrë që frutat të rrinë mes. Pra kjo ishte torta mimosa, mjaft e shishme dhe e lehtë. Nëse përgatitni, ju bëft mirë. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë emision të Pasion e Profesion. Shpresoj që ndohet të kënaqur me të gjitha recetat e përgatitura nga Niko, Giorgio, Andi dhe Arta. Unë dua të falenderoj Podravkën si gjithmonë e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ne shihemi përsëri javën tjetër me diçka tjetër. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.